Deputeti i Aleancës për Shqiptarët Krahuj Arben Taravarit, Halil Snopçi, ka kritikuar Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve dhe ka kërkuar nga i njëjti organ që të mos u lejoj partive politike të ndryshojnë kandidatët për kryetar komunash në 4 komunat që zgjedhjet janë shpallur të pavlefshme. Sipas Snopçes, në rast se KSZ do të lejoj partive të ndryshojnë kandidatët, zgjedhjet nuk do të ishin përsëritje, por zgjedhje të reja. Mohoi të gjitha zërat e mundshëm për përçarje brenda Aleancës Kombëtare për Integrim dhe tha se të gjithë subjektet brenda këtij koalicioni do të vazhdojnë të mbështesin përsëri Valbon Limanin. Valbon Limani do jetë prapë dhe Valbon Limani është do jetë kryetar gjithsesi. Valbon Limani është edhe ushtrues detyre kryetar komune, ajo nuk ka dilema. Po ne flasim për një dilemë juridike, nëse ti referohesh në ligj, zbato deri në fund. Mos e zbato ligjin në mënyrë të sekvencuar ashtu ku të konvenon ty dhe në pjesën ku nuk të konvenon mos e zbatosh ligjin. Pra kjo është dilema. Nuk ka lidhje tash. Ne përsëri do gërëm në kuadër të koalicionit Aleancë Kombëtare për Integrim dhe bashkëpunimi vazhdon, pra nuk ka asnjë problemi aty. Snopçi shtoi se Valbon Limani sipas ligjit përveç qeverisje lokale është ushtrues detyre deri në zgjedhjen e kryetarit të ri. Sipas ligjit përveç qeverisje lokale thotë se ai është zgjedhur ushtrues detyre dhe detyrën e ushtron deri në zgjedhjen e kryetarit të ardhshëm, në zgjedhje të rregullte. Në Gostivar nuk kemi kryetar, që i bie Valbon Limani sipas ligjit përveç qeverisje lokale duhet të ushtron detyrën deri në fund. Veç kësaj, Snopçi gjithashtu ka kërkuar që të ndryshohet edhe data e zgjedhjeve, për shkak se në datën në të cilën janë parapar të mbahen zgjedhjet në janar, mërgjimtarët shqiptar nuk do të jenë në vendlindje dhe në këtë rast atyre do të mohohet e drejta e votës. Ndryshe, gje Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve shpalli të përfunduar zyrtarisht procesin zgjedhor dhe së shpejti pritet që në komunat Gostivar, Vrapçisht, Centa Zhup dhe Mavrov Rostush, qeveria të emrojë të deleguarit e vet.